Atmosferë festive mbretëronte sot në shkollën fillore të fshatit Shajl, ku me një program të begat kulturor-artistik u shënua festa e 28 nëntorit, dita e flamurit kombëtar. Manifestimi madh për rëndësia dhe cilësia organizative u ndoq nga afër nga prindër, nxënës e mësimdhënës të shkollës, ndërsa me një fjalim festiv para tyre doli drejtoresha qefsere Sinani Velia. Flamuri Kuqezi është simbol i gjakut të derdhur, të sakrificës të heronjve tanë. Sot, unë nuk të t'u asgjasi shumë me fjalimin tim, pasi para jush do të thonë shumë fjalë nxënësit e kësaj shkolle, të përgatitur nga mësimdhënësit e tyre, të cilët i falenderojmë shumë. Sot festojmë ne dhe krenohemi me mirënjohje për të parët tanë dhe me shpresë për një të ardhme më të mirë për nxënësit tanë që të jenë qytetarë të nderit, të ndërgjegjes dhe të mos harojnë historinë dhe rënjet e tyre. Gëzuar 28 nëntorin, roft Flamuri Kuqezi. Urimi drejtoreshës u pasua me një dhuratë shumë domethënëse nga një nxënës shumë i talentuar në art. Riat Junusi në klasë të dytë ja dhuroi drejtoreshës një pikturë me temë 28 nëntori, të cilën e kishte mbështjellur me flamurin kombëtar. Gjest ky që u përcjell me shumë duartrokitje. Kujtojmë se festat kombëtare si kjo e 28 nëntorit janë udhëtim në kohë për të kujtuar dhe nderuar personalitete shumë të rëndësishme, të cilët kanë bërë çmos që ne sot të gëzojmë gjuhën, flamurin dhe shtetin e identitetin ton kombëtar.